Çka do thot baza e sunetit? Një pikë ose një besim ose një fjalë ose një vepër për të cilën kanë ardhur argumente të shumta nga libri i Allahut dhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe në këtë pikë ka kundërshtuar dikush prej njerëzve devijum. Domethënë ka kundërshtim edhe me këtë ka dalë prej grupit Ahlus Sunna wal Jamaa. Se njeriu vetë ka mundësi të hyjë në mesin e Ahlus Sunnetit ose mesin e selefive, edhe vetë ka mundësi të dalë me sukses nga Allahu ose me dënim nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Do të thonë ka mundësi të hyjë në Ahlus Sunne ose të jetë një prej selefive me fjalë dhe veprat e tij, për cilat i ka dhënë sukses Allahu subhanahu wa ta'ala dhe i ka dhënë dhunti dhe udhëzim Allahu i lartësuar. Ose ka mundësi të dalë me fjalë dhe veprat e tij, ose me besimet, do të thonë që i kanë zemër, mirë po për të kuptuar të njerëzit mund të dalë vetëm në bazë të fjalëve dhe veprave të tij. Për shkak se Allahu e ka largu dhe i ka dërguar dëshpërim. Nuk ka mundësi dikush për njerëzve ta fusë ose ta nxjerrë, sepse njerëz të bidatit dhe fitneve thonë a e futet këtë ose a e nxorret këtë prej menhexhit. Nuk ka mundësi askënd ta nxjerrë prej menhexhit selefi. As nuk ka mundësi askush ta nxjerrë askënd prej akides selefie ose akides Ahlus Sunna wal Jamaa. Por vetë njeriu mund të hyjë ose të dalë. Hyn edhe është njeri i sunetit ai i cili i nënshtrohet plotësisht Kuranit dhe sunetit dhe rrugës së sahabeve. Kurse ai që kundërshton qoftë edhe një çështje për cilat janë vërtetuar argumentet, bëhet prej njerëzve të bidatit, varësisht cilën çështje kundërshton.